Fillo. Fillimisht përshëndetje edhe mirë se u gjetëm. Përshëndetje, e mirë se keni ardhur, e ju faleminderit që keni ardhur, po më vjen fort mirë si jeni ardhur, se për mendimin tem, kohën e fundit, mediat, gazetarët, kryesisht përshkrojnë mas lajme ku njën keq. Ku të njën keq mjetet e informimit Kosovës, aty kije. A qka është për mirë, nuk shihen. E për juve, po vjen fort mirë si një orë sot, edhe si pas mendimit tim, shihni mirë. Mirë është se qaja natyrë si ka qenë për para është edhe sot, po para 26 vjetë e Ramadan Istrefi, para 24 vjetë, s'po tham 26 vjetë, para 24 vjetë e Ramadan Istrefi s'ka guxuar me ardhë qëtu, në bërtem, shpitem. Edhe pse qëtu këm po shpinë tem, qëtu këm jetu pe i moshës 40 vjeqare, po me 24 mars 99, qatë natë si ka ra NATO-ja, Serbi, si ka bombardua, bomba e parë si ka ra Beogradit, nesit, mëngjes, neve në kam për zonë piktujt. Qatë natë si ka bombardua NATO-ja Serbin, qatë natë unë e kum festua qëtu, me një raje fukën e vidishikjit, se shalën në muën 7 98 si kam pak kall, e kam pa përzon për shalë, për katunit vidishit, e u kanë ardhë në qytet, e nuk ishku me nejtë, e unë e mas e këm pa shpinë e madhe, e këm pa shpinë 2 katre, 3 katre, njënë në hyme, e këm balshua Raifit kanalt. E qatë natë, si e ka fillu në 8 ora bombardimit, u këm thovë mive shkot, thërë më Raifin, edhe o Raifit e unë e kemi festuar. Nesrit me nxez hirët, më ka thirë kryesia e LDK-s Mitrovicës, edhe më kanë të regu se ka vra Lati Berishën, kryetarin e LDK-s Mitrovicës, në djerin, edhe kanë vra Agim Hajrizin. Agim Hajrizi ka qenë kryetar i kuvendit sindikatës pamvarën të Kosovës atëherë. Agimin e kanë vra me nonën ja kam vra djalin dhe Agimin. E qatë herë më kanë thirë, më kanë thonë, duhet me dalë për shpije, se po i vrajnë aktivistat. Edhe qatë ditë na kem pa marrë qëndrim që të në lagje, si nëse na vjen puna me ikë për këtuit, me dalë, me lëshu shpija tëna, me i lajmëru kojshin. Edhe jëmë dalë, besoj këm lajmëru krejt kojshin, këm thonë qështu kam lajmin, unë e të munua të i lajmërua, na kanë hi edhe na kanë përzorë, të na kanë qitë për shpije. Prej qasaj dite, deri para 2 vjetë, nash besane, nash mo këm tentua gjithë herë me dalë këtu, po pak, u konë edhe faj i banorëve, si jemi këthyë me njëherë mas luftës, si jemi këthyë, do është më këthyë shpija tëna, po atëherë s'ka pas kush me na pri, edhe kemi metë. Zdi so ere ju këm bo apel këshive të mi më këthyë shpija tëna, po më theshin, ma mirë është mos me reziku se këthejem kur dojmë. Ajo si shkona ajo kur dojmë, edhe me 7 orë, 99-ës, mas parë jemi dalë të qatë ndërtesa që atje. Atëherë e konë shpia të banorëve shqiptarë, se sërbë s'ka pas atje kur. Edhe qatë tyja kemi njës me i qitë shatorat. Të parën ditë na kanë penguar, e jemi konfrontuar me ta, na ka hi këforin mes. Deri kam romja qashtu. Kam romja, na ka thonë, mo shpërdojnë për shpija tëna. Edhe jemi shpërdojnë. Nesrit jemi ardhë, kush së nije për gjalli që të pish. Edhe ja kem njës me qitë shatorat. Se
pa organizim s'bojnë kur që. Nuk bojnë ata mënyre euforike, po ata bojnë me organizim. Edhe atë ditë e kanë organizuat. Nesrit, në ora 10, jemi konë të i qitë shatërat që atonë. Edhe në ka sulmu. Qysh në ka sulmua? Mas pakti, s'po thamë se si kom në imrua. Veç u konë numër shumë i masi në ka sulmua. Na jemi konë me thonë ja 10-15 burra të i qitë shatërat, edhe kur në ka sulmua u konë këforin mes, e tash e ka thyë kërdu. A i ka që këfori vetë, aty si ku pasi, mi konë distancë lartë, edhe kur e ka thyë kërdu, kur i ka që këfori, në ka sulmua. Ata jenar për odhë përshtë në në tepër, edhe ku më thonë aty në kojshive, jo, kam një do gurë, bre, edhe unë ku më kap një guri, kur më kanë afru ngatë, po numër shumë i madhë. Atëherë e kum gjuhën jonën me një guri, se kum pas 3-4 metra, i kum raqit të gjëks. Edhe tash, kur ju më këthyë me marra, pet diqka, as një këjshi jemi aty si shkonë. As njo. Edhe kum kapat hekrin e shatorit. Edhe kur kum dasht me i ra, mu ka afru nga atë, e kum qurë dërën me i ra, ma ka kap dikush për mas, e ma ka ndzirë atë hekrin e shatorit, edhe më ka ra që dijet edhe këto kam hala kryt me shaja. Ma kanë hub vedijen. A besa, ma shumë më ka dhimë shpina, si ka kalu për mi mua, të i një këtjerët. Edhe më ka hu vedia aty, s'kum ditë, më ka marrë këfori i fraqen, e më ka qua në mëllon në bajrë. Pe aty më ka qua spital Prishtinë. Që kjo ka qenë here e parë si kemi tentua me dalë lagjën kryvi takut. Pe qësoj dite deri para 8 muj dite si ju më vendos me jetu qito, une gjdo herë kom tentua, kom organizua për me dalë shpija tona, po vallaj se kom pas për krahjen as për i qeverie, as për i komune, as për i banorve. Se banor theshin dalim kur dojmë, edhe janë me i ble pronat e shqiptarve, e që është mas keshtin këtë lagjë, si ato s'mujmë, e para me ndaj që atyre ndërtesa në qatonë, se tash kam e rasishe atyre me që këthen, që atyre ndërtesa, atyre ko shpija shqiptarve. Po i kanë shqit 13 troje, e tash në që atyre troje i kanë maru 8 ndërtesa, që atyre ndërtesa s'ka ndërtes, si ka 10-15 familje, si ka 30, se ka 8 kache. Janë i knjena, e që ajo mundan mas shumë të edhe si të qohën me gjazë. E qeli dire kër i shatë ndërtesa, o vjenë shumë ranë. Qështo. Masa dhej, na jemi mundua me dalë deri qitash, që pjesën qëtu, ku jam une, as qeveria, as komuna, kur s'ka, as ka dasht, as ka mujt, ve s'ka mujt, kemi tentu me dalë, po s'na ka leju. Para 2 vjetë, 3 vjetë, ja ka njëse i ka ndërtua shpijat këto, fatëbarsisht, e falemderoj qeverinë e Kosovës, i falemderoj Ministrinë e Planifikimit Hapsinor, si ja kanë plotësu dëshirën në Ramadanit, edhe ondra jam u bo realitet. Edhe pse gjithë herë ku me ndu si ku me dalë. Se ku ditë si u prëne jemja, shpia jeme, shteti jem, adhevi jem, krejtë dhe ku me ndu si ku me dalë. Veç mas pari, ndashi me ditë për jam të regoj dhe këto. Kër e parë si komuna e Mitrovicës, nuk po na i maran shpijat, atëherë e thira kojshin e mi, krejt një mledhje, edhe u propozova me shku me i maru shpijat në Rasatnik.
Rasatniku është pjesë e komunës Mitrovicës, parcelë. Po është qendra Mitrovicës, rrafsh është mirë, edhe kur u thash ashtu, tonë kishin qef me dole aty, sa aty ishin qendër, e mirë, veni mirë, pranuën tonë. Kur shkova të shtëpia tu me ndua, vetë me veti, e mërë zëtë, që t'iniciativë si mora, me shkua me qitë shtëpijat, me i marrua në Rasatnik, mu bo mirë, këshia mi kanë me thonë e ku bo vetë. Mu bo keq kanë me thonë, hajmë me detë Ramadanin gjithë në murë qafë, apet në murë qafë. Qa me bo, qa me bo? Thash pe pyët një kanë zvepraj. Nash besani, nash mo. Albin Kurti që atëherë u këthyë pe i burgu, në qatë kohë. Me thonë, 5-6 muaj, asu ka në parti, as ka formua parti, asu ka një qatë, vetë sa ku këthyë pe i burgu. Edhe thash vetë, po, e di isha në emisionë si thonë, pëlqej shumë, kur falke, pëlqej. Edhe tha vetë me veti, pa shku mu taku me Albin Kurti, nuk e lo. Besani jëmë quaj, këmë hypa autobusit, jëmë shku në Prishtinë, kur jëmë shku në qendër. Ja këm njës me i pyet njerët, a dini kush me më tregu ku mu e gjoha Albin Kurtin. Edhe i veta 7-8, a zdi, dykuj 8 e 9, ja ku me di të sati, tha po, the ka një zyre të teatri krajnor, mas teatrit krajnor. Edhe shko, a den, tha ku është teatri, tha po më di, kur shkoj të teatri, pyet i njone, tha më qështu, se po që kur zyrja ti. Hi aty, kur hi i shko zyrja mo, dhe i shko veç një djallit deqanit. Edhe tash po i thëmë ati djallit, u prezentova, thash qore, tjetër u mundësia, tjetër u dëshira. Thash unë, po kam dëshirë, po kam mundësi më taku me Albin Kurtin. Tha vloja, tha mundësi kje, po sot, tha su këto. Pe qa kje numër telefon, tash po. Apo mep numër të telefonit. Tha, kur vjen Albini, i të regoj edhe të thrasëm. Japi numër të telefon, besoni mas 2 dite. Ka me gjezë jëmë konë telefoni, e marë telefonit dhe ta jeti Ramadan i srifi po. Ke do të më taku me Albini, thash po. Tha, nesër 11 ora, hajde. E jëmë quaj ku hypa për të autobusit, e jëmë shkua po e disha venin ku është, edhe këm gjithë Albinin me qa djallë, me qa ta dy. E i këm të regua krejt qyshe ku marrë iniciativën për me marrua shpijet në Rasatnik. Kër i thash ashtu, i shkoj buza në gaz. Edhe më tha, e kujna është aja parcel, thash e komunës. Tha qore, komuna tha me zispret, besë qështu më ka thonë. Tha se u hjek qafe. Veç nesër me vyjt komunës që e parcel, tha ka me avon 15 dita fatë. Mas 15 dite, ka më qitë edhe kini me met pa shpia, edhe kini me met pa, tha dhe një mënyrë, tha e lese për jetë një parpijat ju, tha po pjeshit një radhë dhejën. Vesh tha s'kan qare pa jo maru shpijat. S'kan qare, tha. E ma mirë është me prit me jo maru shpijat. Që shto më ka thonë Albin Kurti. E ju më këthyje, nesër ti këmë thirë rapet më ledhe kojshin e mi, su këmë të regua me kanë këmë folë, su këmë të regua, besoni su këmë të regua. Thash veç këmë bisedu me njerëzë, më kanë thonë qështu, zgudzejmë marë atë iniciativë edhe kemi lanë. Qështu. 2 herë, Albinin, mas ju bo delegati kuvendit Kosovës, për herë të parë, sa dione si ka shkel koma në pjesën veriore, mas luft e Albinit, do këtë i ka shkel kërë këmë thirë une. Po kërë bo delegati kuvendit Kosovës, e këmë thirë, jëmë shku të kryetari i vendosjes Mitrovice, i këmë thonë, a ban me thirë që shtu, tha po, ka thirë, edhe orë, në shpinë e kadri, që atë 2 kullat si janë këtu, që aty e ke majtë mbledhjen me Albin Kurtin, jemi konë 19 vetë. Unë e këmë pas fjallën kryesore, veç aty më ka thonë Albini, na ka thonë,
si vim, tha në herën për shtetë. Tonëve kemi omaru shpijat. Edhe kur t'ja omarujmë shpijat, këthejmë familjen pjesë veriore. S'ka me pas shpi, si s'ka me pas në antartë familjes pënsumë, punë shtetit. Edhe ato tha kemë më munue në polici, tha dhe në ushtri me i pranuan. Besën 2 vjetë, mas i bo kryeministër Albin Kurti, s'pat korgjo, edhe tu me ndu me shkua. Me lypë më takua me to, me thonë qa bo. Kur po më the djali, tha babi, po i merë kanë 100 punëtor Ministria Punëve të Brashme. E ku më thonë djalit, djali është me fakultet. 13 vjetë ka prit për punë me fakultet ekonomik, s'ka mujt me im punë. Si orë Albini, e ka bo kërkesën për Ministrit Punëve të Brashme, u pranuar. Nuk është shkua koha gjatë, edhe jam ka njës shpija që të laqë kryj takot. Edhe i ka marrua. Mu edhe pse ma ka marrua shpinë ma të vogël kjo, unë e kum pa shpinë sa 3 herë që kjo. Po jam i knaqën si jem këthyë në vend tem, shpit tem, në dhe tem, edhe sen 2 jetë kes po ikum, po mas shumë ti po mbefasan, si 10 shpia janë të kryme qëto, e nuk po këthehen, edhe jam të tut, si kam vetë në baza partijake. Se nuk di pëse s'këthehen ata. Ma lirë jeton qitash, unë që 8 muaj dit jam qito, po që një vit e gjysë po vije me punu këto, kur asë më ka provoku, kush asë këm provoku kanë. Këta po i këshyrim punë të veta në tënat. Edhe unë si marë me bo problemi, po i marë ma jetur, shpitem, tem, qështu. Po, tash situata një po të them se jeta, përvoja e mësën jerin gjithë shka. Vesh me më pa thonë dikush, si i ban 76 vjetë, e se njef poplën shqiptarë të Kosovës, se Shqipëris nuk e njef, as Macedonis, as Malizi, veç të Kosovës mës me njoft se kësha besua, as i kësha njoft. Qa po bojnë delegat e Kosovës, more po më vjen kur i një qa flasin kuvend Kosovës. Mere me men kohën më duhur, kur u dosht me punu për shtet, e me forcua shtetin, ata për inatit një njeri, një vet e ka shty kuvendin pa bo kur sen 2 jetë. Një vet, mrena që ati viti, për një 70 herë kanë majtë mbledhjet kuvendit me formu, me zgjidh kryetarën e kuvendit. S'kan mujt me zgjidh. Kur e panë si s'po mundën shku zgjedhje i fitoj vetë vendosja 51%. Edhe mas i kish numrat e formoj qeverin. Atë mirë thash, u formua kryetari kuvendit, u formua kryesia kuvendit, pa kur fa problemi, u formua kryeministri, u zgjedhën krejt, edhe në vend si tash me punua e me zgjidh edhe presidentin, këta, por kundrazi, e quen venin katastrofën, kohën ma duhur, edhe kur u majt mbledhja e kuvendit për zgjidhjen e kryetarit shtetit, në datën historike, me 5 mars, si është data e luftës Jasharve, si ka luftua 3 ditë e 3 net krejt familje Jashari. 43 antar e ka dhonë jetën për qitë vend, për qitë kom, për qitë shtet. E tash, në qatë datë historike, delegat e kuvendit Kosovës jënë bo me listën sërbska, shkur të Shqip,
e kam përkra listën sërbska. Edhe nuk e ka zgjidh kryevendin. Por tjetë, po apet por në parti opozitare së më ka orë qatë qudë. Më ka orë qudë e madhe për kryetarën e shtetit, Vjosa Osmanin, si e kumë respektuar ma shumë se gjithë kanë. Edhe ma shumë se Albin Kurtin, edhe se cilin mas lufte kanë ma shumë respektuar se kam se Vjosa Osmanin. Që po të regaj, Raif Osmani ka qikë. Raif Osmani fotografici i kam, unë e Vjosa Osmani nuk besoj që i ka. Fotografin e Vjosa Osmanit e kam me 2 qikat kur ka lind qikat binake. Edhe pej asoj dite, deri qatë dit, tash po shkruajnë mjetet e informimit gjithë shka, po shkruajnë gjithë shka për Vjosa Osmanin, inshallah nuk u qashtu, ve në kohë si u që ajo realitet u mëdhimot shumë u mëdhimot se ty ben e kom besu kur një jetë tem si vje puna Vjosa Osmanit gjithështu që fotografia e Vjosa Osmanit. Kjo fotografi e Fehmit Ladrovcit e kum dzirë pej kalendarit vitit 99, 1999. Edhe për mos mje majtë, s'kum gudzu mje majtë mrena në shpe, e kum marru një grupë në shpit vlaut, se kom pa bo më remet, edhe krejt dokumentacionin që e kam, qure ku kam dokumentacionin, krejt që ta dokumentacion u kon në grupë, e kum marru një sanak drunit, e i kum shti se s'kum gudzu me i majtë në shpe, se jom tu që vinë policia e binzonë. Edhe jo si u konë rrezik për mua, po u konë rrezik edhe për kojshit mi se kemi punua bashkë, e s'kom dasht me i tratua, qështu. Kjo është fotografia Ibrahim Rrugovës atëherë, edhe kjo ka qenë bashkë me fotografin e Fehmit Ladrovcit qatyn me qatu dokumente, mas 30 vjetë i kum gjetë qëtu dokumente. Qështu. E krejt dokumentacionin. Që dokumentacion? Po duhe me i tregu aso Hikmet e Bajramit, me qitu. Se Hikmet e Bajrami ka thonë nuk kam problem unë me listën sërbska, po kam me Albin Kurtin. Kur u konë Hikmet e Bajrami në pushtet, Ramadani s'ka gudzu me orë shpit vetë, se jo me dalë shpit temë. S'kum gudzuar. Edhe kë Gazmen Muhajgjeri, katastrofa me madhe për mua është Gazmen Muhajgjeri, kryetari komunës Pejes, me thonë policia Kosovës po përngjan policisë Slobodan Miloševićit. E kur u kon policia Slobodan Miloševićit, Ramadan Isrefi i kam shef dokumentat dhej, ka shti, në grobë, s'ka gudzu me i majtë shpe. A qëto si jetojnë, bashkë me neve, si është policia Kosovës, nuk ka nevoj me shtin dhe me im shef dokumentat. A na i kemi mshef, ta na i kemi bo, edhe qaj si ka krazu policin e sodit Kosovës me policin e Slobodan Miloševićit, i ka ku katastrofa me madhe është, banorët qytetarët e Pejes ja ka onë votën 61%, për më bo kryetari i komunës. Mere me men kryetari i komunës Pejes, me krazu policinë e Kosovës me polici Slobodan Miloševićit. Kjo është për mua katastrofë. Qështu? Rikthejmë edhe flosëm pak edhe për kruën e Vitokut. Fillimisht për ka vjen ky emër kruaj Vitokut? Emri kruaj Vitokut u met prej kur u formua LDK-ja. LDK-ja u formua që të shpit teme. Qa dit u zgjidh kryetar i aktivit, lagjës kruaj Vitokut, Sokoli Strefi, ka që e profesor i historisë, Sokoli Strefi u zgjidh kryetar i aktivit kruaj Vitokut. Edhe po shkak si unë i qeshme
në bërtë, shahin Vitakut, atëherë Sokolit i ka lind ideja, ka thonë, po janë gjesëm emnin bazë që ati kronit Vitakut, edhe ja kemi gjitë emnin lagja kroj Vitakut. Edhe prej atëherit i ka met qaja. E që ka pos ma për para? Për para u thirë rruga Anke Spajiq, se këtu krejt është banor, kryesisht po thamë, lagja, shumica që të pejtë që kjo pjesë që tu krejt janë, edhe këta janë krejt Koloshinit, kur e ka marë komuna, kur ka marë tokat për liqet Gazivodës, atëherë ja ka ndatë të rojet që tu. Edhe i ka pagu parës ja ka marë pasunin atje, plus asoj edhe ja ka onë të rojet që tu. E tash në qitë lagje janë qita krejt kryesisht Koloshinit. Edhe qita, po të thamë, krejt që janë bo masakrat në Skenderaj, në Vushtri, në Mitrovic, para lufte jenë njës për i qësoj lagje. Unë e këm po kurjenar për i Drenice me plisa, me Aleknena si e nartë, si e në këthyje për i aksionov si kanë marë në për Drenice, në për Vushtri, në për Kamas. Qështu. Por pas teje që po të shumë këto, sa banor shqiptarin këto? Jemi konë 135 shpi shqiptare, dhe shqiptarë. Në cëllën periud? A? Në cëllën vit? Në vitin 1989, 90, që atëherë kemi bo regjistrin e banorëve, i kam krejt regjistrat e banorëve, si kemi bo, që atëherë kemi bo regjistrin e antarëve të LDK-s, ku shokonë LDK, e pej që tujta që ja kemi njësë, kemi punuën që ta këtevë, në të ditë sa kemi mujtë si tonë tjertë. Pej që tu formua LDK-a, që tu formua forumi rinor, që tu formua forumi gruas, që tu u zhjith shëqata Nën Tereza, e mas shëqatës Nën Tereza u formua edhe këshilli financiar. E në këshill financiar këm punua dhe une, këm qenë sekretari këshillit financiar, une këm mojtë dokumentacionin, krejt dokumentacionin që tu kam krejt. Mere me men i kam dhe i flet votimet e referendumit, kur u mojtë referendumi për pavarësit Kosovës. Si që ato flet votimet, referendumit, kur u mojtë për pavarësin e Kosovës, nuk besoj si i ka as arhivi i Kosovës. Unë i kam. Nëse dani, ja u të regoj. Qishtu? Shofim që i pas këtë plët dokumentacione, a ke mendu me herë me qenë dhe një loj muzeu, apo në diçka tjilë, një muzej me qelë, apo një diçka tjilë që mi ekspozu këtë dokumentacione që i ki? Muzej. Unë qëto dokumentacione, si e kum gjithë mas 30 vjetë, unë e shasi pasuni më të madhe zdi si kam për veti se që kjo. Se qëto është krejt pej kur u formua LDK-ja në Kosovë. Edhe për më mburë, si jam shqiptar i Kosovës, ju mburë për që ato 10 vjetë. Pej vitit 90 deri në vitin 99, ju mburë si jam shqiptar se kemi bo punë të madhe. Që të u formua LDK-ja, që të u formua këshilli financiar, që të u formua shëqata Nën Terezë, që të kemi grumbullu ndihma, krejt dokumentacionin e kam që kemi grumbullu ndihma, edhe ndihma materiale, edhe me pare, edhe me tana, krejt puna e jonë u shqiton, qita dokumenta, si kum gjetone. E tash, qitë dokumentacion, për momentin e kam tërmen me mojtë për viti. Qështu? Se është me vlerë madhe. Atëherë kem punu, qato 10 vjetë, na jemi konë krejt unik, krejt kemi punu zbashku, që tu i kemi majtë mbledhjet në përshpia, gjdo jo ke majtë mbledhje, që tu kemi grumbullu ndihma,
që të kemë regjistrat krejt, që tu e kemi bo, i kam regjistrat si kur u prish situata, e hish në për shpia, tash për mje po gjendjen qysh, e kemi pa formue, si me dhonë roje për gjdo natë. E kem pas orarin, për gjdo natë, kemi dhonë 3 vjetë rojen që të lagjën kryj vitakut. Edhe mas pari, kur kam bo, kur mas pari, sërt që tu e kanë gjuë shpin e Gjemal Kabashit. Ja kanë gjuë eksplozivin shpin Gjemal Kabashit. Mas anej të Abdullah Halitit. Shpin tem, për nja 4-5 herë, që kjo 2 garajë si këm pot, e kanë gjuë gur natën. Edhe na jemi konë që tu në gojë tyne, shkur të Shqip, deri me 24 mars 99, kur na kam përzon për shpijat tëna. Kur na kam përzon për shpijat tëna, një ndër shpijat para si kanë kollu kur shpija Ramadan i Strifit. Edhe qau mas kesti, kanë gjithë dokument, deri qa dit, kush së më ka lyp, qa dit kur jenar, e kanë bastis, e i kanë gjithë dokumentat, si i kem pas, qatë herë më kanë lyp, po në ju më konë tamnik, edhe orë një kojshim ka thonë qëre, po të lypin ruës e ka banë më këthyrë shpe, se e kishim pa gjithë dokumentacionin. Kër e kem pas një takim me Serb këto, se një herë kër u kona kem Bahtiri, kryetari komunës, une me do këshit mi, e kemi pa bloku, nuk i loshëm që ata shkënej. Thash, mas pari do të këta një herë më të rikë, edhe tha, më taku bashkë, mje mojtë një mledhje, edhe pejtashi s'kini bën pas, kini më caktu 5 shqiptar, 5, kini me punu bashkë. Kur jemi shku në komunë, kur ja kemi njës, kur ja ka njës me fërë një Nazmis Mali për pjesë veriore, atëherë Gorara Kiqi e ka nëzirë, na thëshëm janë 135 shpi, a i thëjke janë 110 shpia, 11 që atëherë jemi konë që ashtu, e nësë pranum, tha jo, në tha kam dokumentin, edhe kam atë regjistër këtu, po ta shmu e gjoni herë, edhe e qiti dokumentin, tha që janë 123 këtë shpi. Na tham jo, kur i pjeshat regjistër, i tha ma ban me po, thet po. Kur ma pruni atë regjistër, pjeshat shkrimi jam. Thasha ban me më kalzu, ku ke marrë qitë regjistër. U mundua me dhonë lak, dikur tha ke marrë shpitone. Qatë herë, kemi pas mbledhje për më këthyër shpija tëna. Po atëherë e kishim vo me qëllim që që të 2 shpi ka marrë lejen për Gorara Kiqit me jo marru shpijat, aja u ka dhonë lejen, aja i ka organizuar qytetarët e nërë natën ja u kam prish. Qështu. Flasëm pak për periudhën prej kur ja urtëtoj deri sa jeni hekt me zërë për këtuit. Para luftës, do më thonë, që shko ka njeta për ty të kryoj vitakët, do më thonë, me qaj e mirë? Para lufte? Po, para lufte. Para lufte, unë kom punua në administrat, kom punua 37 vjetë në sigurimit social, shoqja jam ka punua në arsim, materialisht, kum qëndrua mirë, s'kum qëndrua keq, po, situata ka qenë pej si u formua ledekeja na që to gjithë herë kemi qenë thëmë. Gjithë herë na kanë provokua, gjithë herë jemi munua më mbrojt anë e knena,
kem pa organizuar roje, si thash, kem pa organizuar roje që të natën, nuk kemi organizuar roje me ju kundërvi me armë, se s'kem pas armë atëherna. Po, e kemi organizuar roje në atëherë veç mi po gjendjen që po bëhet, se jo për tjetër, edhe deri me 24 mars 99 qatë ditë që i ka ra NATO-ja. Në Beograd, nesrit neve na kam përzon për i lagjës kryej vitakët krejt qysh kemi qenë. Edhe qatë ditë ja ka nis me i kallë shpijat, një ndër shpin e parë si kanë kallë shpija Ramadan i Strefit. Po këto mas pari ishin kanë hi, e kishin kontrolluar që kanë gjetë, edhe që aty kanë gjetë dokumentat e mi, edhe qatë ditë që i kanë gjetë dokumentat e mi që të në shpe, edhe pse dokumentat e shumë i kumë pas më shefën që a shpin e vlavë që jo babo më remet, po do dokumenta i kumë gjetë këtu, nesrit mua më kanë lypë, po në qatë ditë ju më ikë dhe ju më dalë në Tavnik. E më kanë lypë këto dhe mos kumë gudzu më këthyje këto deri mos lufte. Sa herë ke tentu më rikëthy me jetu këtu, deri sa jarë para me muje? Si u hi këforin Kosovë, regullisht kumë tentua. Në fillim, edhe kojshia mi, po dikur vallohe, kryesisht e panë si s'ka kur gjenat punë, a unë besoni, 3-4 herë, mua së më kanë arë drejt për drejti, po të kushërin jem të mu i strefi, që tu si ka pas, i kanë shkua, i kanë thonë, apo na ishit një shpijat, se i kanë pa ble shpijat e pronat e shqiptarve. Kur njëtë s'kum pranua. Edhe i falimderoj se na jemi që tu 4 vllazën, e 3 kushëre 7. Veç besani, kur o orë puna me shit, kam pa thonë Ramadani s'kemi shit kur. Edhe i falimderoj tonë, më kanë ndëgjua edhe kur si kemi shit edhe pse kemi pas, që ata në tonë aty ndërtesa qenë marrua të krejtë konë troje shqiptarve si kur konë. Këtu s'kum po. Jenë konë krejtë prona shqiptarve i kam li. 13 troje i kam marrua, jo me i marrua shpia, po i kam marrua ndërtesa. Qështu. Sa banor tash kanë arrit më rikëthy? Banor, une para se me i marrua shpijat që pjesën ku jam unë, se atëherë me njerë mas lufte, ja ka njës me i marrua mi Suhodal. Aje pjesë u konë etnikisht shqiptar, s'ka pas sërbë në tonë. Edhe mas pari, komune e Mitrovisës ja ka njës me i marrua shpijat që atje. Edhe pse kem pas edhe atje probleme në fillim, po dikur i kam pa lejua, i kam pa marrua, edhe i në këthyje 64 familje, në tonë. Po janë edhe dikur një 10 familje, as di sa e kam krejt regjistrat, si s'jën këthyje, halas jën këthyje. Anë qitonën që kënjena, se atje o konë etnikisht e pasërve shqiptarë. A që kje pjesa ku jam unë që tu në 3 onë të është e banu me qërërat e janë, krejt për fundin, të në onë të e në qitë asë nga ka lodë më këthyje deri si u bo Albin Kurti kriministër. Zdi sa herë kemi tentua, zdi sa herë jemi gjue, e kemi di qëfar matretime është këmë pas sa herëve, kur jeteme, deri si jëmë hinë shpetem si jëmë dërzua. Kur? Edhe kur s'këm dasht mi shit, me pa dasht mi shit, pasha zoti, qyshe ka shit, ata i kësha shit. Po, i falimderoj edhe vllaznin e kusheret, se jam 3 kusheret, 3 vllazën, si pa të në thonë, si pa thonë Ramadan i Strefi s'kemi shit. Edhe më kanë guë, edhe jemi kom pas marrë vesh, si nëse na vje puna me shit, ja me shit tonë, jas njo. Edhe qajo, jenë vetë pa shit që të prona, tash jëmë këthyre shpetem, as për provokoj kanë, as për më provokoj kush një herë për një herë,
edhe se kam dërmen me provokurë kërkan, pra me punë që kum investu që të, kesh kum hijek, edhe kum investu në barë. Unë e ma qef kum pas, mi e nre që borën, se shpinë. Se shpinë më rana s'kanë shansë mi pa. O borën, si të qërë me nxezë dhe shohin o borën, edhe ku pas qef mi pa mirë. Edhe ku bo besane që tash 1.800 euro Shqipëri jëmë shkua ku marë droj dekoratet parqav që pjeshin edhe vetë që shë ku bo. Krejt, qëtë o barë e ku bo me mjetet mija. 28.000 euro i kum shti veç në barë. Shpinë ma ka marru ministria. Me përjashtim do ndryshime dritareve këtu, se shpinë ma ka marru ministria. Edhe pse kum pa shpinë 3 katëshe, sa 3 herë që kjo, po apet jam i knaqë. Një më kësirë shpinë temen, vend tem, edhe ta në bohën. Qështu? E përderi sa jetani këtu me një vend, pra në afërsi me banor serb, a ndjesh i rrezikuar se a provokohesh dhe njëherë? Une, s'di sa herë kum tentua më këthyje, edhe s'kum mujt. Se më kanë, si më shishin qito, besa si më shishin në bërta më organizeshin. Nuk diqin 3-4 më gjua, po organizeshin 10-15, edhe më shtreshin kur dhe isim qiqin pejshtuit. S'na kanë lomë më këthyje. E pesi u bo Albin Kurti, kryeministër, na jemi këthyje shpia tona, këta për i këqyrin punë të veta në tonat. E në fillim, i bindun jam se jem fajtor edhe na, se s'jemi këthyje me njëherë u dosh më këthyje. Qore dokumentacioni jam, qysh është, qore, dhe qore. Si kum pas në grop 30 vjetë. E qa përmbon këtë dokument? Kjo u konë regjistër e antarëve të lagjës krevi tokut si kanë marrë ndihma, qëre, vaj, detergjent, kryp, shiqer, krejt, është regjisi i ndihma si kemi ndonë ndihmat. E cilët vjet është? Kjo është e vitit 93, që është 93. Edhe kreqit dokumentacion, qëre që shu bo dokumentacioni, qëre, se jenë konë 30 vjetë në gropë, se s'gudzesha me i mojnë në mrena shpi, po i kum pashti në gropë. Edhe deri para, me thonë, 7 muje, 5 i marë këtu, 10 i marë këtu, s'kum gudzua me nëzirë, se kum thonë e kanë minerat venin, e si të shkaj, bijen mina dhe deri që tash kur i kum dzirë. Po krejt i kam këtu fije me regjistër të banorëve, me regjistër si kemi ndonë ndihma, me krejt qa kum po dokumentacion e kam qëto. Me qa mirë është, qa bën penzion tash? Une, edhe pse i kam 76 vjetë e 4 muaj i kum bo, dhe që pjeshe qëto barë. Krejt dora jam e ka punuam. Dora jam, 76 vjetë, veç vullnetim ka mojtë. Besani kur u qesha me nxez janë isha, qaq kisha vullnet se një isha. Kur vike mromja, u lësha si ty, be men zirrisha ullën. Po të nesrit me nxez, apet vullneti, u mshtike me punua. Se kum dasht, anë miku do të me i kalzu me punë. Ju me fjallë. Po me punë edhe kum dasht me i të regua si qështu përnuat. Sa herë më kanë gjua, sa herë ma të rëtiva. Atje, kur jëm dalë, ma kanë hu vedijen, krejt po kur një tem, mes jëm dërzua, së dërzuhna. Tash jëm këthyrë shpitem, as për provokoj kanë, as njëherë, por njëherë s'po më provoko kush. Në më provokohet, musha me akthyrë provokimin me provokim, ja kthej, mës musha, si e pa që bo gjithë qa. Qështu? E sa i përket infrastrukturës, a ko diçka që i mungan banorëve këto? Neve infrastruktura ndash një dit,
se këta këjshia e mi, si ja u ka marru 10 shtëpia, këta në kohën, thet ja s'ma ka lidh kanalizimin, ja s'ma ka lidh ujt, ja rrugën, ja diçka, ja në kënej. Mje pa pritë unë me ma lidh kanalizimin, me ma pa lidh ujt, me ma shtru rrugën, sa desha në qytet të jetua. Po si kum prit, e kum bo vet, e kum lidh kanalizimin, ujt, krejt e kam. Ka njeri si ja kanë marru shpin, 2 katëshe, 240 metra katror. Si pasha zoti onër kur jetë vetë se ka pas i kanë me marru, si ka me boj njëherë qasë shpije. Aj para lufte i ka pas 3 dhëma. 3 dhëma një katëshe ka pas shpijin pa malterisat për jashtë. Sot, që aty naltë është, shpija një Farnazmi Ismailit, 2 katëshe, 240 metra katror dhe pasha zoti s'kthejhe shpit vetë. 10 shtëpia janë të kryeme nuk kthejen. Qështu qaja është mas brengosje. Lojam, une me i pa prit, me pa bo krejt, ty bes isha këtyje. Po, do puni këm bo vetë. Po kur Nazmi Ismaili kanalizim s'ka pas, o vlojam. Sot e ka kanalizimit, dhe t'jas ma kanë lidh di në kanalizim. Krejt rrugën asfaltume ja kanë quët dhe të bërë Nazmi Ismailit. Që e patat rrugën asfaltume e ka qitë rrugën qëtu, e ka krye kur u konë Erden Atiqi kryetar i pjesës veriore. Qitë rrugën qëtu. Se që kje rruga qëtu për mi shpijat mija, para luftës ka qenë, po shkët e ka marrua. Qëtu me njerë mas lufte Ministria Sërbis e ka marrua qitë rrugë e ka shtru asfalt deri në Zveçan. Qështu. Sa i përket shkollave, se po besoj që ka fëmijë që shkojnë shkolla. Shkolla, për shkolla është pak mazar, se hala shkollë nuk ka, një shkollë e vogël u ka në lagjen Kodra Minatorëve si është me thonë valonja 10 minuta 15 për qituhet, a qitun qitë lagje nuk ka shkollë, për shkollë ka nevoj për shkollë, u ka mirë më marru një shkollë, po tana për i herë zbohën. Se edhe unë po thamë, për shkollë, u dasht me ka një shkollë, ka banor, po njëherë për njëherë, do shkojnë në Suhadal, do janë qkep, nuk janë këthyje, si janë këthyje shumica, si janë këthyje. Janë këthyje krejt 64 shpina tonë, 2 shpi jemi këthyje në që tonë, unë edhe që kjo groja Ismet Avdylit. Qështu? A kini mesazh për fund, në diçka që kështë dasht me shprej? Une, mesazh për fund, kam u kisha bo apel. Jo qytetarve të pjesës veriore, po shqiptarve kryesisht ku janë e posaçërisht që ty në shqiptarve të Kosovës i kemi bo shumë, e kemi hik shumë, e kemi sakrifikuar shumë, i kisha bo apel më bashkue, me punua, mos me rrogë gjelozin, po me pun, me tregua edhe kur mos ka fkon nevoja me tregua me pun është sad. Po të thamë qëto, deri si ardhë Albin Kurti, në qeveri, në qitë pjesë s'kum gudzua me ardhë. Pej si ardhë Albin Kurti, jenë marrua 36 shpi, jenë marrua qëto, edhe nuk po kthehen banorët. 12 shpi që të kryeme edhe nuk po kthehen. Që ajo është katastrofa me modhe, se nuk po kthehen në baza partijake. Shkurt të shqip veç në baza partijake jemi nda. Qështu,
e në vend si me konë bashkuam krejt, sot jemi ndonë baza partioke. Në fund kësaj interviste, Axhi Ramadan deshta me të falenderu që ke pas kohë për mu përgjigj ftesës tem, edhe faleminderit shumë. Edhe unë ju falenderoj shumë, edhe pse është pak për mua, janë të gjonat vënume, se qësoj pune u dosht me konë pak ma të informuam popli, ma me ditë popli ku jem, tek jem, qka jem, se nuk e besoj kur një tem, nuk kum besua kur si popli shqiptar, mas 26 vite, si e kam përzon pe qituhet, e përqahan qitë mënyrë. Nuk e kum besu kur një tem, se marohen shpijat në lagjen kryoj vitakut e nuk thehen banorët. Kur jetë vetë shpija matë mira nuk i kam pas, kur si kam pas, mi e papritu në shpin, me ma maru që shë kum pas valoj sot si shaktyje, po unë jam i kënaqen me qita. Prandaj, unë edhe njëherë ju falenderoj juve shumë, si një dalë me i po halët tëna, e ishala jara be Ramadani që të vjetë qaj kanë met, ishala shë poplin tem bashkum, ishala nuk isha kur për qamë, ishala që këj popull jemi amanetin e dëshmorve, amanetin e familjes Adem Jasharit, Fehmi Ladrovcit e patë që to, e shumë tjerve, se janë shumë nuk muna me numëru me emën, veç falë gjakut tyne, na jemi sot ku jemi e në vend si gjakun e tyne, amanetin e tyne me që në vend, na jemi përqa or gjëna e madhë që ka bo familja e Ramosh Haradinit, e shumë familje tjera e mu përqanë me zveti është gjëna. E ishala, une e pres si që këj popull bashkohet. Nëse që këj popull bashkohet, kur shqiptarin trujet veta maj fort e maj mirë s'ka qenë. Atë përqanë, vallaj shumë tutna si mos e kem në taksiras si që të i pleqët, që shtot. Se në vend si mu bashkua, në vend si me punu për njëni tjetërin, i kemi rogë dhe interesit tona, si kur një tem nuk më besua, si kam e rogë interesin e vetë personal një parti politike. Si mu që dit, e me metë pa men, besoni 3 dit, 2-3 dit, s'ku mujt me anë veti, kur kum rije për Vjosa Osmanin. Unë për Vjosa Osmanin e pat fotografinë e Vjosa Osmanit. Unë e kum prit shumë, unë e kum falimderu 100 herë. Kanë ma shumë mas familjes Adem Jasharit se kum respektua se Vjosa Osmanin, Albin Kurtin, edhe tjertë, nuk jam veç ta. E di qëfar lufte kam bo, qëfar sakrifica është kam bo, familja Adem Jasharit, bre, për hirtë familjes Adem Jasharit, na do të natë dit me konë bashkum, natë dit me punu për të mirën e Kosovës, me qua manetin e ty në vend. E pe juve ju falimderoj shumë si këni ardhë, e ishala që të vite që më kanë met, ishala shë poplën tem bashkum, e nuk e shët për qamë, e ishala e marrin interesin madhur për para se interesi personal, se interesi personal as antarit familjes në gusht nuk i vyën si e shtetit. Qështu edhe herë ju falimderoj.